Përshëndetje, po bëjmë sot një video që do jetë pak si ndryshe, ja u thashte në fillim të videot e mëparshme. Sot do bëjmë një video për tre shenjat e ujit, që është gaforja, akrepit dhe peshqit për vitin 2026. Është një video e përgjithshme, si gjithmonë. Mbani ato që ju duken që janë për ju dhe pjesën tjetër harrojeni, ndërkohë që unë do t'ju them edhe që nëse nuk e gjeni veten tek shenja, ju lutem dëgjoni dhe ascendentin ose dëgjoni shenjën në të cilën keni hënën kur keni lindur. Po fillojmë pa u vonuar, pa u humbur në fjalë. Unë e kam bërë këtë herë në një mënyrë ndryshe. Unë zgjedh një planet dhe një shtëpi. Më thëmë, për shenjën e gafores kemi hënën në shtëpinë e 7. Për shenjën e akrepit kemi diellin në shtëpinë e 6. Dhe për shenjën e peshqve kemi Venusin, zgjedhim dhe një shtëpi në shtëpinë e 8. Tani, le t'i marrim me radhë. Hëna në shtëpinë e 7 të gaforja. Shtëpia e 7 është e partneriteteve afatgjata, kam thënë disa herë. Këto janë marrëdhëniet të cilat do zgjasin më shumë në jetën tonë. Janë martesat afatgjata nga të cilat vini jetë fëmijë, janë marrëdhëniet e punës të cilat zgjatin 20 vjetë, ndoshta më shumë derisa dalim pension, kështu, ose bizneset të cilat na bëjnë të pasur. Dhe kjo është hëna. Hëna në fakt në gafore është në shtëpinë e saj. Gaforja drejtohet në astrologji nga hëna, që do të thotë, hëna në gafore ndihet shumë më mirë, është instinktive, është shumë më e butë dhe jo si ta them, i tregon ndjenjat e saj, i pranon ato gjërat dhe defektet e tjetrit. Përpiqet të jetë mbrojtëse. Hëna në gafore, në shtëpinë e 7, do të thotë që këtu ka një afeksion më të madh ndaj partnerit, ti bëhesh si nëna, sepse hëna është mamaja, është nëna. Ti bëhesh si nëna për partnerin apo për partneren tënde. Ti tenton që të mbash një balancë për familjen tënde dhe që të krijosh një lidhje të një tipi që të rriten fëmijë të shëndetshëm. Kjo ka kuptimin që për shenjën e gafores, viti 2026 mund të sjell fëmijë, do me thënë ju që keni në plan, mund të sjell fëmijë, mund të sjell aftësi, do me thënë një dashuri shumë më të madhe, një përkushtim si nën, mund të sjelli partneritete të cilat në mënyrë instinktive i keni kuptuar që okay, me këtë mua, do me thënë me X person mund të bëj një biznes, mund të hap një dyqan, apo me X person unë mund të kem diçka, një punë e cila zgjat për një periudhë të gjatë dhe ju e kuptoni që si ta them që në firmosjen e kontratës që këtu ka diçka që do zgjatë. Do të thënë besojini instinktit tuaj, sepse do t'ju çojë në lidhje shumë bukura afatgjata ju të gafores. Shkojmë tek akrepi. Akrepi ka diellin në shtëpinë e 6. Shtëpia e 6 është puna, jeta e përditshme, mënyra e të ushqyerit, mënyra se si bëni sport, sa herë, dhe dielli është energji. Këtu ka energji kreative, këtu ka mënyra e përditshme, puna e përditshme që do ndriçohet, le ta themi. Ju keni shumë energji për t'i shërbyer të tjerëve, le ta themi kështu, ose qofse keni punë, sidomos me këto shërbime, do me thënë infermieri, mjekësi, një punë që jeni me njerëzit me tjerë, me shitje e blerje, atëherë këtu do ketë shumë të ose që jeni direkt në kontakt me persona të tjerë, atëherë do kenë
shumë energji, shumë prioritetet, ju do bini në sy. Dielli ndriçon, sa do ta zësh, do me thënë, ai ndriçon më shumë se ç'duhet. Kjo letra ka kuptim që për ju të akrepit, viti 2026 do sjelli edhe qartësi të shëndetit, do me thënë një mënyrë tuaj të jetesës, do të ndryshoni që t'ju sjelli përmirësime, qoftë nga ana fizike, qoftë nga ana mendore, ose thjesht qartësi të anës mendore, që i shihni gjërat më pastër dhe nuk ju duhet të luftoni apo të stresoni për gjëra që deri dje ju është dashur shumë punë. Këtu jemi pastaj tek peshqit që kemi Venusin në shtëpinë e 8. Venusi në shtëpinë e 8 është dy versione. Venusi në shtëpinë e 8 është blerja e një shtëpie, le ta themi kështu, se Venusi është edhe parat të ardhurat, se e di që gjithmonë mendohet dashuria, por Venusi janë edhe të ardhurat, shtëpia e dytë është parat që vinë nga neve, nga puna jo, po në të tjetër është me shumë mundësi ju të peshve, ose vendosni të rimobiloni shtëpinë, ose vendosni të blini një shtëpi, ose të shisni një shtëpi, diçka e tillë, që një shtëpi të cilën e keni së bashku me një person tjetër, që të ardhura që janë me partnerin gjithmonë, por këtu mund të bëhet fjalë edhe për një dashuri që po e gjej fjalë dashuri sepse Venusi është ndjenja, është pasioni, është dashuria, por shtëpia e 8 janë edhe dëshirat tona më sekrete, që do të thotë një marrëdhënie fshehtë ose një marrëdhënie intime të cilën ju e keni kuptuar që nuk është më vetëm thjesht një marrëdhënie intime, por që ju po shikoni që ndjeni dashuri, po një marrëdhënie që do të plotësoj në vitin 2026, që mund të fillojë si marrëdhënie intime, por që ju e kuptoni që do të bëhet diçka më shumë se sa ka, që do t'ju sjelli satisfaksion. Të shikojmë këto letrat e tjera. Tentoj t'i rregulloj këto, po këto janë shumë. Tani. 2. Do të dali kjo, le të dali, okay. Atëre. E fillojmë me Gafore. Gaforia ka long journey, një udhëtim i gjatë, qoftë psikologjik ose një udhëtim fizik, do t'ju bëj juve më të zgjuar nga ana mendore, do t'ju bëj juve më tërheqës nga ana fizike, thot. The Fire, strong emotion, passionate love. Një emocion shumë i fortë, që mund të jetë një dashuri pasionante ose një urrëtie shumë e fortë. Do të thënë, duke qenë se neve nisëm me faktin që Gaforia ka hënën në shtëpinë e 7 sipas letrave. Është një, do të thënë që është një tepër një, edhe kjo ndjesia që mund të vijë një fillim, një fëmijë, një dashuri, një ndjesi tjetër që një gjë që se kishit parë ndonjëherë deri tani, ose një ndjesi që mund të bëni prind ose gjyshe për herë të parë, mund të jetë edhe një dashuri që është në mënyrë të pakuptueshme, kishit menduar që do ishte vetëm një zjarr që do shuhej aty, dhe kjo do jetë një gjë që do jetë më tepër se sa kaq, domethënë. Kurse për sa i përket akrepit, kemi get back to the basic, të kthehesh përsëri tek bazike, tek gjërat e vogla, dhe këtu kemi korrikun. Domethënë, në muajin korrik ju ktheheni përsëri brapë, qoftë ndoshta ktheheni tek instiktet tuaja bazike, tek një person që për ju ka qenë shumë i rëndësishëm, shumë bazik, ose ktheheni tek ajo puna e cila keni menduar që kjo ka të ardhura që mua s'më kënaqin, por kjo më kënaq shpirtërisht, dhe ju do ktheheni përsëri. Por korriku për akrepin do jetë një muaj shumë i rëndësishëm. Këtu kemi pastaj peshkun.
Këtu kemi financat të cilat shtohen, diçka që ju keni bërë në të kaluarën, ju sjell fitime tani, do sjellni fitime. Dhe këtu kemi muajin tetor. Nëse nuk bëhet, këto janë të ardhura financiare që hynë, të cilat i keni do i punoni gjithë vitin dhe në tetor do shikoni që një shtim në mënyrë të pa konceptueshëm. Po nëse do ishte fjala për çështje dashurie, ndoshta është një dashuri për të cilën ju keni shpresuar gjatë, ose si që thash përpara, keni pasur një lidhje të gjatë, ose nuk keni shpresuar më dhe papritur kthehet, papritur në tetor rilind ose ndizet ky zjarri në thojza, si ta them. Mirë, të shikojmë tarot ku i lash. 3 tarot, 3 letra tarot për secilën shenjë. Jemi tek gaforja. Gaforja ka këtë fantin e shpatave, që është një njeri që të përgjon, që të spionon, që dikush që flet pas shpine për ju, ose janë disa njerëz që dikush që edhe pse nuk jeni më bashkë, ose se mund të jenë disa versione që t'i bashkoj bashkë me të tjera. Ose kjo është një lidhje që ka marrë fund, megjithatë ky personi tjetër vazhdon t'ju shikoj, t'ju përgjoj, t'ju lexoj mesazhet, t'ju shikoj çfarë postoni. Sepse këtu është ky personi që dëshiron përsëri të kthehet tek ju, që dëshiron shumë, është i fokusuar. Dhe këtu jeni ju që jeni, nëse jeni femër, që jeni momentalisht e përqendruar te puna juaj, që gjithë vëmendjen e ka marrë familja ose fëmijët ose çështja brenda familjare për ju dhe të ardhurat tuaja financiare, dhe jeni e shkënjur, po ky personi është akoma me mendje që unë dua të ketë diçka, dua të rikthehem te kjo, ose për ju që s'doni t'ia dini për këtë çështje, bëhet fjalë për dikë nga ju e cili ky që thash unë spionim është thjesht ju keni marrë pjesë në një intervistë pune, ose ju keni bërë kërkime diku, keni aplikuar diku dhe këta personat janë duke kërkuar për ju, duke vërtetuar të dhënat tuaja, duke menduar që ky personi ky është një njeri që ja vlen, domethënë, dhe ka shumë mundësi që ju të merrni një lajm i cili, ta shikoni këtë që ka ngritur dorën, edhe një lajm i cili do t'ju bëjë shumë entuziast dhe do t'ju sjellë të ardhurat që ju kishit shpresuar, që ka lidhje me punën, do t'ju shtoj të ardhurat materiale. Shkojmë tek akrepi. Është pauzë për momentin. Në lidhje me punën. Okej. Akrepi është në pauzë për momentin. Si gjithmonë do i them 2 versione. Nëse bëhet fjalë për dashuri, është një dashuri që është as mish, as peshk, në momentin nuk flisni, i keni ndarë marrëdhëniet secili punë vet, po jo secili punë vet, jo se jeni ndarë, jeni prerë që nuk duhemi më, jo, ndoshta ka qenë kështu, po u lëm pa kohë njëri tjetrit, ose diçka tjetër, ose thjesht jeni larguar pa ngritur zërin, pa ndonjë gjë të madhe, le ta themi. Dhe këtu ka 2 versione, ose kjo pauza që keni bërë ju në dashuri është sepse juve njiheni përmes punës, juve njiheni përmes, ka diçka që ka lidhje me parat aty në mes, ka diçka që ka lidhje me marrëdhëniet e punës mes jush, me marrëdhëniet e punës, të cilat ju ka detyruar që thjesht të largoheni pa shumë ceremoni, të distancoheni nga njëri tjetri, por që të dy jeni akoma të detyruar që të flisni për çështje pune, apo të flisni për diçka tjetër që ju lidh bashkë. Dhe këtu kemi një njeri që është shumë kopratës në thojze, se shikoni ai ka mbledhur. Kjo 4 monedhave në dashuri do të thotë një njeri që jo narcisist, po një njeri që i përkushtohet vetes. Ndoshta ky personi për momentin është shumë e dhënë, ose mund të jetë akrepi, sepse i përshtatet shumë akrepit. Ju për momentin jeni i lumtur
me këtë që keni. Unë thoni kam një siguri afatgjatë, kam mjaftueshëm para, kam këtë, kam atë dhe nuk dua të humb këtë lloj gjëje që kam, duke u bazuar te një lidhje që mund të prishi punë në çështjet e punës, për shembull. Ky është versioni i parë. Versioni i dytë, për ata që janë të interesuar për dashurinë, është që ju jeni në një pozicion tani që nuk po keni asnjë çështje pune që t'ju kënaqë, ose jeni duke kërkuar një marrëdhënie pune. Këtu vjen për ju të akrepit, po me shumë mundësi në gjysmën e dytë, sepse këto janë banedhat, në gjysmën e dytë të muajit të vitit 2026, ju do të keni një marrëdhënie shumë të mirë pune. Do me thënë, këtu ka një marrëdhënie pune, këtu ka fitime që vijnë dhe që ju kënaqen, që ju bëjnë stabil në jetën tuaj, një qëndrim financiar, por që është një ndryshim nga ky person me kokë poshtë në pam diçka, po që është një gjë që vonon, që nuk është se do të vi me njëherë një janar, për shembull, por që zgjat çik më tepër. Për sa i përket, për para që kanë gjithë mirë, me thënë drejtën. Pastaj, për sa i përket peshqive. Okej. Peshqit kanë perandoresha, e festime në shtëpi. Dy versione, si gjithmonë. Ose këtu bëhet fjalë për një femër shumë të bukur, që mund të jeni ju, që jeni shumë tërheqëse, shumë femërore dhe dikush e ka vënë re dhe dikujt i dukeni super e bukur dhe i dashuruar, le ta themi. Kjo është një figurë, një femër e bukur që tërheq këto, por që është që i ka të gjitha. Ka edhe fertilitetin anën femërore, duket edhe bukur, edhe punon, një femër që i ka të gjitha, dhe kjo këtu është pastaj festime në shtëpi, le ta themi. Kjo është një shtëpi, po ta shikoni, janë 4 shtylla, një bjerku dhe këta po festojnë. Këto janë festime në shtëpi. Ose kjo femra, kjo ju, do me thënë, festoni në familjen e origjinës, ose dëgjoni që një personi juaj i afër, vajza, kushërira, diçka e tillë, martohet, jeton, shkon, bashkjeton, zhvendoset në shtëpi e saj, diçka e tillë, ose jeni ju që do të bëni një udhëtim për të shkuar në këtë shtëpinë tuaj për të zhvendosur, sepse mund të ndodhë që ju të prisni një bebe, sepse edhe kjo ka kuptimin, sot që nga vetëm e bebe sot. Mund të ndodhë, se më ndodhi edhe përpara, mund të ndodhë që për shkak të një shtatësanie ose për shkak të një çështje fëmijësh, juve të zhvendoseni në një familje, në një shtëpi tjetër. Kjo do jetë një gjë që na ndodhi shumë shpejt nga ju të zhvendoni, mund ndodhi që në shkurt, ose në mars, me që bëhet fjalë për peshqit, dhe është një situatë që do festohet. Ju do jeni shumë të lumtur me rezultatin. Këto janë lajme të menjëhershme për ndryshime të menjëhershme, që kjo mund të jetë nga ana e dashurisë. Ju thjesht duhet në mënyrë të menjëhershme njëri shiton, po mund të jetë edhe nga ana e punës, që s'ka lidhje me fëmijët. Ju jeni një grua që bini në sy, që kjo punon shumë, të gjitha kanë vënë re, dhe që ju jepet mundësia për, si ta them, se kjo shtëpia mund të mendohet pastaj se shtëpia është puna, ambienti në të cilin ju jeni, që ju jepet mundësia për të festuar në thojza ngritjen tuaj në detyrë, ose ju jepet një farë titulli të cilin do ta festoni, dhe kjo do jetë një gjë e menjëhershme dhe e papritur për ju. Tani të shikoj për këto të dashurisë. Për kaforën. Për kaforën ti meriton dashuri, dhe është një marrëdhënie e cila është një marrëdhënie karmike. Një njeri me të cilin ju jeni bërë për njëri tjetrin, le ta themi, që rikthehet, ose e kuptojnë që kjo marrëdhënie është më shumë se sa vetëm flirt, kjo është dashuri. Do të thënë, ju ose riktheheni me një ish me të cilin ishit para pak muajsh dhe jeni ndarë,
ose me personin të cilin ju jeni tashmë bashkë, do bëni hapin tjetër më të rëndësishëm, do kaloni në një fazë tjetër. Për akrepin, duhet të keni më tepër besim. Një thash, akrepi është pak egoist, pak keni besim të kjo situatë, do me thënë, ka shumë mundësi që akrepi të ketë njohur një person të ri, ose do të njohë një person të ri, që kjo është dashuri, por që akrepi në të tjen nuk është gati të investoj, ose ka frikë të investoj, dhe këtë thjesht thot që duhet japësh pak besim atij personi tjetër, duhet japësh dhe vetes tënde pak më tepër besim, sepse jo çdo gjë përfundon siç për shembull mund të kem përfunduar eksperiencat e mëparshme, thjesht besoj procesin, sepse ky personi ka shumë ndjenja romantike për ty, dhe mund të dalë dhe diçka shumë e bukur nga ç'mund mendoje. Për peshqit do të fali personat e familjes dhe lëre kontrollin. Peshqit duhet të heqë dorë nga të kontrolluarit të situatave, ose të ketë frikë që gjërat jenë gjithmonë ashtu siç ka tash, duhet të shikojë që ndonjëherë ka edhe një rrugë tjetër, që mund të marrësh dashuri edhe nga fëmijët, që mund të marrësh dashuri edhe nga prindrit, dhe jo domosdoshmërisht të kërkosh dashurinë në anën tënde fizike, le të themi. Okej, 2 letra. Dy letra për çdo shenjë. Kemi përsëri biseda, kjo më doli dhe më përpara te dikush, nuk jam shumë e sigurt. Gjithsesi, këto janë biseda që kanë lidhje me një çështje kohe, ose gaforja është duke pritur diçka, duke pritur një bisedë, të cilët të ndryshojnë një situatë, që ka lidhje me dashurinë, se këto letrat janë, ose gaforja është thjesht e përqendruar duke i dhënë më shumë rëndësi të kaluarës, sepse po ta shikoni, ky personi shikon në të kaluarën, në të shkuarën, dhe nuk e shef që nga ardhmja është pemë që lulëson dhe ka akoma gjëra të bukura, po është e përqendruar te bisedat e të kaluarës. Thjesht duhet të mendoni, sepse te prerja po ta shikoni unë dashurinë. Duhet të mendoni që dashuria ka edhe forma të tjera, domethënë mos i jepni më shumë rëndësi atyre që kanë ikur. Tek akrepi kemi alegreca alkore dhe disgracia. Kjo është një lumturi, është një gëzim, është një gjë që domethënë vjen në mënyrë, jeni në një gjendje ku ju duket sikur okay, në dashuri apo në një farë momenti të vitit, thjesht ndjeni që gjërat po shkojnë mirë, marrin një drejtim të mirë, dhe pastaj është kjo letra këtu që nuk ka nevojë, që nuk është kaq e tmerrshme, saç është një diçka e papritur. Ndoshta kjo ka edhe këtë kuptim, jo ndoshta, po kjo letra ka edhe këtë kuptimin, kështu që kjo alegreca këtu, po ta shikoni, është një marrëdhënie. Kjo vajza kërcen me këtë, po pastaj shikon me këtë. Ose dikush për jush ka një marrëdhënie treshe që në fund vjen një moment dhe mbyllet diçka, ndodh diçka e papritur dhe mbaron. Ose kjo ka kuptimin që akrepi deri tani ka qenë i lirë dhe ka menduar që unë e dua jetën time kështu siç e dua, të lirë. Ndodh diçka e papritur dhe shikon akrepi që paska dhe dashuri, paska dhe gjëra të tjera që funksionon ka ndryshe, që unë mund të jem edhe ndryshe në këtë kuptim, dhe e shikon që 2026 ai sjell atë dashurinë e re që ndoshta mendonte që nuk ishte i përgatitur, por që ishte ajo që po kërkonte. Ndërkohë këtu kemi pastaj tek peshqit mesazher dhe vajza e re. Kjo është një ftesë zyrtare, një lajm zyrtar në fakt. Po përpiqem t'i lidh tani. Kjo është
një mike, një shoqe, një grua, një nën, diçka e tillë, ose një autoritet, dhe kjo një mesazh. Ndoshta për peshqit vjen një mesazh zyrtar nga një autoritet zyrtar që do t'ju gëzoj, ose vjen një mesazh, një mike, një shok, një njeri familje si juaj, që ju thashtë pak më parë, mund të martohet, mund të kaloj një çështje zyrtare që e bën të lumtur, po që ju bën të lumtur edhe ju gëzoheni prej gëzimit të dikujt tjetër. Okej, kjo ishte edhe për peshqit. Faleminderit dhe uroj t'ju kenë pëlqyer të gjitha.